kuptojmë kush është objektivi Shtetet Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i interesojnë vetëm për sigurinë e tyre. Duhet të kuptojmë. Ai intereson Shteteve të Bashkuara kaosi i Iranit. Ai atyre prodhon kaos. Nuk prodhon kaos, janë. Po juve sapo thatë që dhe kaosi është një objektiv i luftës. luftës. Edhe një herë. Një sekond, juve thatë që kaosi është objektiv i luftës, apo jo? Jo, e keq interpretove. Unë e keq interpretova? Je keq në fakt. Sepse unë thash këtë. Qeverisja e brendshme. Nuk e keni thënë këtë, atëherë Jo. Unë nuk thash është objektivi i luftës. Edhe kaosi është ndryshim qeverie, thash. Po pra, objektivi i luftës. Jo, nuk e thash objektiv. Okej. Ti jemi korrekt në atë që them. Por thelbi është që qeverisja e brendshme mbas lufte është pjesë e strukturave e popullit i cili duhet të zgjedhë një lloj qeverisje. Pra, objektivi është ne bashkohemi për ndryshimin e qeverisë, por do merrni përsipër drejtimin e vendit. Në rast se palët nuk bien dakord, do të ndodhi një lloj si në Libi. Në Libi sot, gjysma e botës është me atë generalin që pretendon që ka qeverin, gjysma është me qeverin që është e njohur nga OKB-ja. Dhe është në kaos. Ata nuk bëhen bashkë për të krijuar një stabilitet, sepse dhe gjysma dhe qeverit e ndryshme kanë lidhje të ndryshme. Apo marrim shtete tjera, apo nuk e di se mund të marrim të shtete. Pra ideja është këtu që Amerika punon për interesat e saja. Thelbi qëndron, sa janë në gjendje, shtetet e tjera, apo atje ku ndryshojnë qeveria, ti bashkalidhen këti interesit dhe të bëjë fuqi komplementare në zgjidhjen përfundimtare të çështjes. Nëse do të ketë kaos, nëse vendi nuk do të jetë në gjendje të unifikohet, atje do të vazhdoj kaos, se nuk mund të implementosh stabilitetin nga jashtë. Prandaj po them që duhet edhe në shumë raste, ka shumë raste që fajitet po marrë Afganistanin. Pse Afganistani të shtoj? Unë kam qenë në Afganistan. Ka derdhur Amerika lek pa hesab. Nuk donin të bëheshin shtet. Bi $1 trilion. Nuk donin të bëheshin shtet. Po ta themo, nuk donin. Pse kultura ishte e tillë tribale që nuk donin të bëheshin shtet. Në fund ishte Trumpi që mbylli Chelsea e financave dhe iku. Dhe tani ja ku e ke. Prandaj po të them që ideja është që kur do kulmi i cinizmit është që tani është në luftë me Pakistanin. Po, dhe ka filluar lufta me Pakistanin. Në kushte të barabarta, sepse Pakistani. Shiko, duhet kemi parasysh një diçka dhe rikthehemi një pjesë të bisedës edhe të parshme në një formë tjetër. Interesi i Shtetit Bashkuara në rajon, po edhe më gjithësisht, nuk është destabilizimi. Pra, Shtetet Bashkuara kanë interes për stabilitet. Dhe madje kanë dhe një interes tjetër. Nuk janë armiq të drejtë për drejtë të Iranit. Dhe kanë një interes që Iranin ta shkëpusin nga boshti i Rusisë dhe i Kinës. Dhe ta rrethojnë në një farë mënyrë Kinën. Kemi ndonjë shifër? Sa përqind e naftës iraniane shkon në Kinë? Pra, shumë i rëndësishme këtë po thonë. 2 milion në ditë. 2 milion në ditë, 2 milion tonë në ditë. Irani është shumë i rëndësishëm për Kinën, sepse prodhon. Pra mund të mendojmë që është një lloj goditje indirekte ndaj ekonomisë kineze? Tjetër që është. Mirë po, nga krau tjetër, Shtetet e Bashkuara nuk mund ta duke krijuar këtë destabilitet ose duke hyrë një lufte pa krye, një rrugë pa krye, në atë nuk është kjo zgjidhje që ata ka forma të tjera diplomatike që atë ta vendosin në një formë aleance me veten e tij dhe Shtetet e Bashkuara janë gati për të bërë aleancë me Iranin. Mirë po problemi është i Izraelit. I gjithë rajoni, ndërhyrit e Shtetet e Bashkuara, gjithë shtetet arabe që tashmë janë sulmuar nga Irani, ndërhyn te Shtetet e Bashkuara dhe i thanë mos e sulmo. Përfshi Arabinë Saudite. Kuptohet, Arabia Saudite është kryesorja. Jo, i tha sulmohe. Jo, thanë mos e sulmo. Jo, ato kanë qenë, përveç vendeve arabe, edhe Turqia ka qenë mos e sulmo. Ka thënë mos e sulmo. 14 janar. Okej, por të vim në Evropë.